Dera qëtër thot, unë e thot jam kon e kam lani islamin, po jo ti se kon musliman, kur që ti e ke lani islamin? Edhe e përbus kronin, e përbus hoxhalart i shan, hoxhalart i fil, hoxhalart me emra, e me emra, ku i di shka, ku e merë mara këtë godzim të pse po shujmë na ti po ban kështu. Ai nuk e ka qëllimin të ai hoxh, ai qëllimin e ka të dini Allahut. Mirë po thash, as hoxhës se një ban kurxon, as dinit se një ban kurxon, vetëm se sikur ai taraki e merr dhevin edhe që mbi shpinën me shpinën e vetë. Kur i mori me këshyr atë pamjen fizionomin është fizionomi e analfabetëve. Pa i kura kon musliman që e kalon islamin. Po, kur se kon gjami. Pa hajde në të më kallëzon ai muë shkurt dhe shqip kur ti e kon musliman. Ti mu pas kon musliman kur se këshenon islamin. Ai cili e shëjon ambëlsirën e imanit, o vallahi jetën e jep e islamin selshon. Pa i kur sa kon musliman. Ai është mendjelet. Ai është njëri analfabet. Ai është njëri i rrugaç. E kanë mashtruar shkijet me do pare, e kanë shtin grupe shkijet bashkarisht, edhe hajde thash bëjmë na luftë ndërfetare. Çdo problemi kejt. Mirë po, ne i thëmë këtë çështje sta brengin neve se ti se kon musliman. Tona e dyta, islami është pa ty i pasur o zotni. Tendenca e kësaj është ta ulin përqindjen e islamit në Ballkan. Unë i them aty në diçka. Kësi fort tendenca ka pasur edhe më herët. Edhe prap ju se ne muni këtë përqindje. A di pse? Se prap shumica kanë më konë musliman. Po çish me din? Se ju cilët për e leni fen, edhe po pëndroni fen, herë dhe kur ju kini mja nis me folë shkinisht. Apo ta ne jesmi shumic. Dhe që islami. Po jesmish, ne erim këtë vatan. Qështu ka thonë edhe politikoni Mark Krasniqi, xhamiat ku janë aty ka shqiptarin, preshet. Ku ka xhamia ka shqiptaria, është shqiptaria. Ta vetë kam dëgjuar unë. E tash, këto poenta mohabetit, na prap jemi shumicë. Vatoni na e ruajm. Që ju herë do kur i keni mjanis me fol shkinisht. Na prap jemi shumicë. Ju a di çka bani? Ju vetëm çka po na filtroni neve, po na hekni të barrës. Ama ju me dëmtu këtë din jo, se këto troja kanë burra. Këto troja kanë fetar. Këto troja janë ruaj gjithmonë kanë murujt. Na kena pas kriza më të mëdha se kjo. Po ju jeni palaço. Ju jeni të laskuca shka për pak pare shqitni. Këto farë laskuca, këto farë endacak, moti kanë qenë, po këto së qojnë pesh, se populli shqiptar ka qenën populli më i menqëm dhe është populli më i menqër. Edhe këta leta din se ki popull nuk e ka pranu islamin për frigës, po e ka pranu islamin për menqëris. Se por t'ishte kon friga, atëhere popull qërë shka i kimi na bashka jetu me to, atëhere ato pëdilkër më guximtar se na. Dhe më thonë ato që ndruan besnik fejës tyne, edhe na ndruan fejen. Palavra janë këto. Edhe pse dikushi lomotit, edhe pse dikushi mirë po karavani. Hec. A ki po dhe moshët e tynve. Pleq. Ke do far ato s'kan as familje, as gjem të vetë si duhen, as fëmijë të vetë si duhen. Kanë me që ti ta bëjnë budallaki që ta firmohem unë, të bëj diçka. Të bëj diçka. Marrë dhe nëj lek. Feja zblehet edhe shitet përpara. Ato s'kan pas fe, për ata blejnë edhe shesin. Se më paskon që kanë fe, ato s'kishin shitën fejen, edhe vetë edhe me ble feja tjetër.